Një tjetër krizë për ujin e pishëm ka shpërthyer në qytetin e Kavajës, ku temperaturat e larta janë shoqëruar me mungesë të plotë të ujit në çesma, ndërsa qytetarët ndjehen të braktisur nga institucionet. Denoncimi është bërë publik nga redaksia jon, ku një banor i ndinjuar rrëfeu situatën alarmante të lagjes së tij. Sipas tij, problemi ka nisur që prej momentit kur ujësjellsi i Kavajës ju dorëzua me vendim Këshilli i Bashkisë së Durrësit, gjatë kohës kur pushteti lokal drejtohej nga e Majta, që atëherë qytetarët e Kavajës janë lënë në harres, ndërkohë që uji po i dërgohet bizneseve dhe qytetit të Durrësit, në dëm të komunitetit lokal, që kur i kaloi ujësjellsi i Durrësit, po vuajnë për ujë, depot i kemi afër, por uji nuk vjen. UKD po ja çon ujin bizneseve dhe Durrësit, për qytetarët po e vrit mendjen, shkruan denoncuesi në mesazhin e tij. Ironikisht, depot e ujit ndodhen shumë pranë banesave, por uji nuk ka, duke e bërë jetesën të vështirë për familjarët që nuk kanë mundësi as për rezerva dhe alternativa të tjera. Kjo është një shkelje të drejtave bazë të qytetarëve, në një kohë kur nevoja për ujë është jetike, sidomos gjatë verës. Sipas informacionit të siguruar, drejtori aktual i UKD-s për Kavajën është Olti Dautaj, i cili deri më tani nuk ka dhënë asnjë reagim publik për situatën. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente, zgjidhje konkrete dhe transparencë të plotë mbi shpërndarjen e ujit, duke apeluar që të mos trajtohen më si qytetarë të dorës së dytë. A ka ndonjë që mban përgjegjësi për këtë skandal, apo edhe këtë verë, Kavaja do të mbetet me kova bosh në dorë?